I doli emri në dosjen Epstein në Shtetet Bashkuara të Amerikës, reagon Atifete Jahjaga. Ja si e kam njohur, ish presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka reaguar pas publikimit të emrit të saj në lidhje me dosjen Epstein. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Jahjaga ka mohuar çdo lidhje me Jeffrey Epstein, duke theksuar se nuk ka patur asnjë kontakt me të. Reagimi i saj vjen pas spekulimeve të ngritura në media lidhur me përfshirjen e saj në këtë çështje, duke kërkuar të qartësohet se nuk ka asnjë bazë për lidhjen e saj me Epstein dhe aktivitetin e tij. Deklarata e Atifete Jahjagës, sqarim publik. Raportimet mediatike për lidhjen time me dosjen Epstein janë tërësisht pa baza dhe të pavërteta. Si president e Republikës Kosovës nuk kam pasur asnjëherë njohje, takim apo çfarëdo lloj kontakti me personin në fjalë. Përmendja e emrit tim nga mediat me rastin e dokumentave të publikuar së fundmi lidhet vetëm me një korrespondencë elektronike të palëve të treta, e cila nuk përbën dhe nuk dëshmon asnjë takim, njohje apo lidhje personale me mua. Emri im askund nuk përmendet në asnjë lloj dokumenti të publikuar. Në këtë email të palëve të treta përmendet presidenti i Kosovës, por nuk është e qartë cili dhe nuk përmendet kërkesa për takim në emër të tij apo të saj. Çdo raportim ndryshe është insinuat dhe mashtrim i opinionit, siç mund të vëret lehtë nga dokumentat. Kërkoj që ky sqarim të jepet në media të cilat e kanë lakuar emrin tim, sidomos meqense as nuk e kam njohur, as takuar dhe as nuk kam kërkuar takim me personin në fjalë në asnjë pozitë që kam mbajtur deri më tani.